Листите за општински советници нема да бидат точен показател кој колку гласови има, рече председателот на Алтернатива Зекирија Ибраими во емисијата Ајде да зборуваме на телевизија 21. Според него Влен нема листи за советници во сите општини, па додава дека мерењето на локалната власт ќе се прави според тоа кој во колку општини победил. Por I ka plot lista që ne nuk kemi fare shembull në komunën e Çashkës, ka lista në komunën e Ohrit ku është një listë qytetare, ka lista ku ne e kemi respektuar vullnetin e qytetarëve që garojnë me lista të përbashkëta. Andaj nuk është se kemi kriterin e saktë se duhet këtu e marrim se kush është fitues. Ky është pushtet lokal edhe të marrë se kush e fiton pushtetin lokal, kurse marrja e pushtetit lokal bëhet përmes asaj se kush I fiton komunat. Këtu është edhe VMRO DPMN-ja, I cili është partneri koalicionit tuaj qeverisës dhe ju tashmë keni marrëveshje që ato do ju mbështesin për komunat me shumicë shqiptare dhe këtu do jetë problem që të shihet numri I qartë se sa votë. VMRO do votoj për ju në për... Thonë ata në qoftë se të shqirohet ta kthejmë temën se kush e ka mbështetjen e popullit, ajo do shihet në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Pra po thoni se në zgjedhjet lokale nuk është pasqyrë zgjedhjet parlamentare janë treguesi I mbështetjes së politikave tona qeveritare. Që I bie që nuk do të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare nëse ketë zgjedhje parlamentare, domethënë ne nuk kemi asnjë arsye që të kemi zgjedhje parlamentare. Ne I fitojmë zgjedhjet lokale, eventualisht mund të ketë ndonjë rikonstruksion të qeverisë dhe zgjedhjet e ardhshme parlamentare janë në vitin 2028. Од Влен веќе најавија дека ако Изет Меджити победи и стане градоначалник на Чаир, на негово место прв вице-премиер ќе биде именуван пратеникот Беким Сали. На овој начин партијата Алтернатива во рамките на Влен ќе има две највисоки позиции што им припаѓаат на албанците, имајќи предвид дека и позицијата председател на собранието и припаѓа на оваа партија.